Selam aleikum. Në një shtëpi kur s'ka një 3 vjet, s'ka shkelat të shtëpi. Edhe shashin mas 2 vjet të gjithë 3 hin me rrograk aty. Edhe tamam njëri shkon për rrugë, ç'është si më e bëu për ta shtëpia në një për zonë të xhintit, se shi tam shkon enda. Do thonë se në shtëpi apo? Po, jo, s'në në shtëpi. Domethënë shtëpia kërkon shpras. Shpras. Edhe ka një njëri aty me marrë të tesha, ka marrë rrograk. Ka dalë pjasë shtëpia i tamam me tjetër punë, ka shtëpi tjetër. Ama shtëpia lohet për shadisto. Tash duhet njëri tjetër me hi, se ka po këtu ka smu. Janë 2 metoda për shembull. Metoda e parë është kur ti në shtëpi, thonë më ja bë me za me fol, të thonën lëshon e këtë shtëpi, edhe kujtoni premtimin që ai keni dhënë Sulejmanit alayhis salam, edhe mos e dëmtoni askënd. Nëse mas kësaj domethënë kërkesës ke 3 herë përsërit. Nëse mas kësaj vren që ka apet do një lëvizje, atëherë lexohen disa ajete, do thonë mirët një kofe me ujë. Edhe lexohen disa prej ajete surat Safat, disa ajete që kanë të lidhur me xhin, edhe stërpiken qoshtë të zgjidhjeve, inshallah largohen për aty. Dhe njëri thjesht mund të më bëhet. Jo, duhet më thjesht dikon çka mirët, po. A njëri çka ka marrë rrograk aty. Domethënë nuk do më shkon rrugje. Si me i parandalu ato simptomet derisa të pranojë me bë rrugje, mos të mrije xhini deri në tru, ose me përkecu xhinin aty. Tash ai që ka marrë rrograk me siguri është edhe i ka bë zullum atij xhinit. Kur ka hi aty, me siguri s'ka përmend Allahin kur ka hi aty në shtëpi, me siguri edhe ai ka sulmuar. Domethënë ka simptomat kryja me varet çfarë ka prekjen, se tash ka mundsi më kon prekja një pjesë trupit, ka mundsi më kon prekja komplet. Allahu alem, tash ti mes si mundet më konën i përgjithshëm. Mirë po, nëse personi ndin, domethënë ka disa prej simptomave, domethënë se tregon se ka domethënë prekje te xhinit, atë duhet sa më shpejt mi bë rukje. Rukje se tash të bëva kise me kokë kur të kalon edhe ai forcon edhe pozitën e vet. Kështu që